Nuk je rastësisht që je këtu diçka brenda teje, diçka e hollë por e fuqishme, të solli pikërisht në këtë moment tek ky video. Dhe nëse qëndron deri në fund, do të kuptosh se kjo nuk është edhe një rastësi tjetër në jetën tënde. Është një thirrje nga vetja jote e brendshme, një shtysë e qetë nga shpirti yt që të ka udhëhequr prej kohësh në heshtje dhe pa bujë. Transformimi i vërtet nuk shpallet me fishek zjarre apo ndryshime dramatike. Ai vjen i qetë, pothuajse i padukshëm. Nuk ka të bëjë me të bërë dikush tjetër, por me heqjen e gjithçkaje që nuk ke qenë kur vërtet. Ka të bëjë me kujtimin se kush ke qenë gjithmonë në thelb. Ky lloj ndryshimi flet me përshpëritje, ndjehet si një zgjim, në të cilin papritmas e ndjen se nuk i përshtatesh më identitetit për të cilin je kapur dikur. Vendet, bisedat dhe madje pjesë të tua që të kanë përcaktuar më parë, nuk ndihen më në harmoni. Carl Gustav Jung ka thënë njëherë se rritja e vërtet shpirtërore nuk është përmirësimi i personalitetit, por tejkalimi i tij. Të lëshosh pas dore gjërat e parëndësishme, iluzionet dhe armaturën e brendshme, kjo të mundëson rikthimin tek thelbi yt, ajo e vërtet e heshtur dhe e palëkundur që ka qenë gjithmonë brenda teje. Një nga shenjat e para të këtij ndryshimi është largimi i ndjeshëm nga e kaluara jote. Ajo që dikur ishte thelbësore, tani ndihet e largët si një film që ke parë, por me të cilin nuk identifikohesh më. Nuk ndjen as refuzim, as nostalgji, vetëm qetësi. Mund ta shikosh rrugën tënde pa pasur nevojë ta shpjegosh ose ta justifikosh. Nuk rrëfen më historinë tënde nga plaga. Nuk e përcakton më veten përmes dhimbjes apo suksesit. E di gjithçka ishte pjesë e udhëtimit, por ajo nuk të kontrollon më dhe nuk kufizon atë që mund të bëhesh. Në hapësirën që dikur ishte mbushur me faj apo krenari, lind diçka e re, një liri e butë që të lejon të shohësh të kaluarën thjesht si të kaluar. Kjo distancë emocionale nuk është një mbyllje e ftohtë, është integrim. Nuk ke më nevojë që dikush të kuptojë dhimbjen tënde. Nuk kërkon më miratim dhe nuk ke pse t'i shpjegosh askujt se çfarë të ka formuar. Ti thjesht e di, dhe heshtja jote mjafton. Vëren se gjërat që të shkaktonin reagim më parë, tani kalojnë përmes teje pa lënë dhimbje. Fjalët që dikur të lëndonin, nuk kanë më fuqi. Marrëdhëniet që ishin të lidhura me versione të mëparshme të vetes tënde shpërbëhen jo nga refuzimi, por sepse brenda teje nuk ka më asgjë për të cilën ato të kapen. Emocionet nuk drejtojnë më reagimet e tua jo sepse i shtyp, por sepse ke mësuar të dallosh çfarë vjen nga tani dhe çfarë është thjesht përsëritje e së kaluarës. Historia jote e brendshme ndryshon. Mendimet që dikur të nevojiteshin për të mbijetuar nuk përsëriten më. Nuk kërkon shpëtim dhe nuk e ndëshkon më veten për atë që ke qenë. Vëzhgon dhe ecën përpara. Një pjesë e jotja e di gjithçka që ndodhi më parë, duhej të ndodhte për të sjellë këtu. Ky kuptim nuk vjen nga mendja, ai vjen nga shpirti, dhe në këtë vetdije, vetja jote e vjetër fillon të zbehet. Jo sepse zhduket, por sepse nuk banon më aty. Kur ndalon së jetuari në versionin tënd të vjetër, diçka brenda teje bëhet më e lehtë. Nuk harron atë që ke përjetuar, por nuk e përdor më atë si themel. Vendimet e tua tani burojnë nga qartësia, liria dhe e vërteta të drejtuara jo nga ajo që ke qenë, por nga ajo që po bëhesh. Të gjitha përkufizimet e vjetra si unë jam thjesht kështu ose nuk mund të ndryshoj fillojnë të treten jo sepse i shtyp, por sepse nuk kanë më kuptim. Nuk përpiqesh më të mbash një identitet të ngurtë. Ke kuptuar shpirti yt nuk ka nevojë për etiketa që të ndihet i gjallë dhe i vërtetë. Të tejkalosh vetveten e vjetër nuk do të thotë ta shkatërrosh atë. Do të thotë ta nderosh për atë që ka qenë dikur dhe të vazhdosh përpara pa e tërhequr pas atë që nuk të shërben më. Nuk i kapesh më personalitetit që krijove për të mbijetuar. Nuk ndjen më nevojën për të përsëritur modelet emocionale apo për t'u përshtatur me ambiente që i ke tejkaluar. Dhe butësia me të cilën lëshon lirimi pa përpjekje, pa rezistencë është shenja më e qartë se nuk vepron më nga një vetvete e kushtëzuar. Ti fillon të jetosh nga vetvetja jote e vërtet, ajo vetvete që nuk ka nevojë të mbrohet apo të vërtetohet, ajo që thjesht ekziston.
Më pas ndodh diçka e re. Mënyra se si lidhet me të tjerët fillon të ndryshojë jo sepse e planifikove, por sepse ndodh natyrshëm. Fillon të takosh të tjerët nga një vend më i qartë, më i ndershëm, më i lehtë. Nuk kërkon më nga të tjerët atë që ke mësuar ta japësh vetes. Nuk kërkon një shpëtimtar. Nuk ke më nevojë të shohin për të ndjerë vërtetësinë tënde. Prania jote nuk është më një monedhë që e përdor nga frika e vetmisë. Dikur, marrëdhëniet e tua bazoheshin shpesh në mungesë, në marrëveshje të pashprehura, të lindura nga dhimbja, në shkëmbime emocionale të pavetëdijshme. Por tani ekziston hapësira. Hapësirë për të marrë frymë. Hapësirë për të ndalur para reagimin. Hapësirë për të vëzhguar pa e thithur gjithçka brenda vetes. Kur te i kalon, nuk përsërit më modelet emocionale që dikur të mbërthenin jo sepse bota ka ndryshuar, por sepse nuk vendos më nga plagët e tua. Ndjeshmëria jote nuk të drejton më verbërisht. Dhënia jote nuk vjen më nga boshllëku. Ajo vjen nga ekuilibri dhe kjo ndryshon gjithçka. Marrëdhëniet e tua nuk janë më pasqyra të mungesës, por reflektime të asaj që tashmë je. Nuk kërkon më biseda për të shmangur heshtjen, as afërsi për të ikur vetes. Më në fund mund të ndash nga plotësia, jo nga mungesa. Ky është thelbi i transformimit të vërtet kur nuk ke më nevojë të jesh asgjë tjetër veç se ajo që je. Kur e kaluara nuk të përcakton më. Kur emocionet bëhen lajmtar në vend që të jenë zotër. Kur historia jote kthehet në një kujtim të shenjtë, e jo në një skenar që ende po e jeton. Atëherë e di që ke filluar të kujtosh veten tënde të vërtetë. Dhe edhe kur dikush nuk rezonon më me ty, nuk lind dram. As mllef, as ndarje e brendshme sepse ekuilibri yt emocional nuk varet më nga gatishmëria e tjetrit për të qëndruar. Nuk e vendos më paqen tënde të brendshme në duart e të tjerëve. Dhe kjo ndryshim e qetë dhe e padukshme ndryshon gjithçka. Kur fillon të mishërosh pavarësinë emocionale, zbulon një formë lirje që nuk është vetëm çliruese, por edhe rrënjose. Nuk ikën më, nuk kapesh më. Thjesht je dhe kjo mjafton. Prania jote, dikur thjesht një sfond i personalitetit tënd, bëhet gjuha jote e re e dashurisë. Një dashuri që nuk kërkon, nuk lutet të shihet dhe nuk ka nevojë për ndërsjellje për t'u ndjerë e vërtetë. Është një dashuri më e qetë, më e thellë dhe më e sinqertë. Nuk bërtet me premtime, nuk simulon afeksion për të marrë aprovim. Ajo thjesht është e qëndrueshme, në përputhje dhe paqësore. Jo sepse duhet të provojë diçka, por sepse nuk ka nevojë. Fillon të lidhesh nga e vërteta jo për të ruajtur një imazh ose për të përmbushur një rol. Nuk investon më energji në biseda që nuk rezonojnë me ty. Nuk i mban më marrëdhëniet që ekzistojnë vetëm nga zakoni apo historia. Energjia jote, tani e rafinuar dhe e harmonizuar, filtron natyrshëm gjithçka që nuk përputhet më. Dhe edhe kur ky proces dhemb, ai sjell lehtësim, sjell qartësi. Vetja jote e vjetër merrte vendime nga ngutja, nga frika për të mbetur pas, nga dëshira e dëshpëruar për të qenë e pranuar me çdo kusht. Por tani nuk merr më vendime të tilla, sepse ke bërë paqe me heshtjen tënde. Ke mësuar të qëndrosh me të, ta përshëndesësh si një mik të vjetër. Tani e di se shoqëria e një personi që nuk lidhet vërtet me ty mund të jetë më e vetmuar se vetmia jote. Dhe prandaj qëndron me veten edhe nëse kjo do të thotë të largohesh nga diçka që dikur e quaje dashuri. Nuk ngatërohesh më midis intensitetit dhe së vërtetës, dramës dhe thellësisë. Fillon të kuptosh se ajo që sjell paqe ka edhe rrënjë dhe se ajo që ka nevojë për tension të vazhdueshëm për të mbijetuar, është shpesh vetëm një maskë për largimin emocional. Nuk përpiqesh më të detyrosh mirëkuptim. Nuk ke më nevojë të bindësh askënd për rritjen tënde apo të justifikosh pse nuk qëndron më në hapësira që i bëjnë dëm shpirtit tënd. Dridhja jote, energjia që transmeton thjesht duke qenë autentik flet më fort se çdo fjalë. Dhe pa e qelluar, ajo ngjall reagime tek ata që nuk i kanë kapërcyer ende kufijtë e vet. Disa njerëz do të largohen. Të tjerë do të afrohen, por nga një vend tjetër, nga ndershmëria, jo nga nevoja.
dhe ti je në paqe me të dyja, sepse qendra jote nuk përcaktohet më nga marrëdhëniet e tua. Tani është qendra jote ajo që i përcakton marrëdhëniet. Në këtë rend të ri mbetet vetëm ajo që vërtet rezonon me ty, jo sepse është e detyruar, por sepse është në përputhje. Ky ndryshim i thellë në mënyrën se si lidhesh, formson në heshtje të realitetin tënd. Ajo që dikur dukej e domosdoshme, shpërbëhet butësisht, dhe kjo nuk është refuzim, është qartësi. Qartësi e lindur nga guximi për të eksploruar errësirën tënde aq thellë, saqë nuk ke më nevojë ta projektosh mbi të tjerët. Vetja jote e vjetër kërkonte pasqyra njerëz që të vërtetonin vlerën tënde, që mbushnin boshllëqet e tua të brendshme me prani të pjesshme dhe ngushëllim të përkohshëm. Por për këto lloj lidhjesh nuk je më i disponueshëm. Ke kuptuar se lidhja e vërtet nuk të konsumon, ajo të ndihmon të rritesh. Nuk kërkon që të tradhtosh veten, ajo të fton të jetosh qenien tënde edhe më plotësisht. Dhe kur fillon të ndërtosh lidhje nga kjo energji e rinovuar, gjithçka ndryshon. Marrëdhëniet bëhen më të holla, më të ndershme, më të lehta. Forca e një lidhjeje nuk qëndron më në zhurmën apo intensitetin e saj, por në frekuencën e saj, në atë hapësirë të heshtur ku dy shpirtra mund të ekzistojnë së bashku, pa shpjegime, pa shpëtim, pa ngjitje. Në këtë gjendje të re mëson të vendosësh kufi jo nga frika, por nga dashuria për veten. Dhe këta kufi nuk ndajnë, ata sjellin rregull. Ata strukturojnë energjinë tënde, kohën tënde, hapësirën tënde të brendshme. Nuk lodhesh më për të mbajtur gjallë atë që nuk rritet bashkë me ty. Nuk qëndron më nga frika se mos humbet pakicën që ka mbetur. Ke kaluar në një frekuencë të re, një që nuk kërkon ndjesë për zhvillim. Nuk ndjen më nevojën të kërkosh ndjesë për zgjedhjen e të vërtetës tënde. Dhe pikërisht kjo është prova se vetja jote e vjetër nuk drejton më marrëdhëniet e tua. Tani është shpirti yt, dhe shpirti yt zgjedh vetëm atë që të ushqen, që të ngre, që të kujton se kush je në të vërtetë. Nga kjo pikë nis të kuptosh domethënien e vërtetë të lidhjes, jo për të plotësuar veten, por për të ndarë atë që tashmë je bërë. Nuk kërkon më mbrojtje tek të tjerët, sepse vetë je bërë vendi yt i sigurt. Dhe kjo vetëmjaftueshmëri energjetike nuk do të thotë izolim, do të thotë pjekuri shpirtërore. Nuk bart më emocione që nuk të përkasin. Nuk e thith më brenda vetes atë që të tjerët refuzojnë ta transformojnë. Nuk bie më në modelin e shërimit të atyre që kur nuk e kanë zgjedhur shërimin. Nuk humb më veten në marrëdhënie ku ke besuar se të jesh më pak, do të thotë të jesh mjaftueshëm. Sepse tani e di, dashuria e vërtet nuk është një flijim i maskuar. Ajo është prani pa presion, lidhje pa zinxhir, dhe pikërisht në këtë lidhje të pastër dhe të qetë fillojnë të shpalosen gjërat më të fuqishme. Bëhesh pasqyrë e transformimit për të tjerët, jo sepse përpiqesh t'i udhëzosh, por sepse dridhja jote i prej. Prania jote e thjesht, në një gjendje të koherencës së brendshme, fillon të zbuloj të vërtetat brenda të tjerëve, të cilat ata i kanë fshehur prej kohësh. Disa do të jenë mirënjohës, të tjerë do të rezistojnë, por ti qëndron në paqe sepse lidhjet e tua nuk lindin më nga detyrimi apo pritshmëria, por nga liria për të qenë vetvetja. Dhe pikërisht në këtë hapësirë fillon të kuptosh diçka të thellë, lidhjet më të thella dhe më domethënëse nuk janë ato që premtojnë më shumë, por ato që nderojnë zhvillimin e tjetrit. Ky nivel lidhjeje mund të lindë vetëm kur ke kaluar nëpër transformimin tënd të brendshëm. Ke takuar vetveten e vjetër, e ke pranuar dhe e ke lëshuar me dashuri, jo nga refuzimi, por nga kuptimi. Më në fund e kupton versioni yt i mëparshëm nuk ka qenë i gabuar apo i thyrë. Ai thjesht është përpjekur të mbrojë në mënyrën e vetme që e njihte. Por kjo mbrojtje tani nuk është më e nevojshme. Nuk ke më nevojë të fshihesh pas një roli apo të mbash një maskë për t'u ndier idenjë për dashuri. Nuk lufton më për t'u pranuar. Ti thjesht je dhe kjo mjafton. Pa përpjekje, pa nevojën për miratim, qenia jote fillon të ndriçojë më qartë se kur më parë. Dhe në këtë qartësi zbulon një lloj të ri intimiteti. Nuk ka të bëjë me ndarjen e çdo plage apo rrëfimin e çdo detaji të rrugës tënde.
Ka të bëj me shfaqjen ashtu siç je tani pas bukurim, pa mask. Nuk e bart më peshën e kostumeve të vjetra. Nuk të dhemb më të mos kuptohesh. Nuk të prek më si më parë të mos të shohin apo të lënë pas dore. Sepse burimi i vlerës tënde nuk qëndron më në sytë e të tjerëve. Ai jeton në marrëdhënien që ke ndërtuar me veten. Një marrëdhënie që ka lindur në heshtje në netët e vetmuara kur ke zgjedhur të mos kthehesh në modelet e vjetra. Në ditët kur ke mbajtur veten, edhe pse asgjë tjetër nuk të ka mbajtur. Nga ky rrënjësim i thellë, vetja jote e vjetër tërhiqet butësisht jo sepse e shtyp, por sepse ajo nuk i përket më frekuencës tënde. Mund të kthesh kokën pas dhe ta nderosh atë version të mëparshëm si pjesë e historisë sate. E kupton se ajo ka bërë më të mirën me atë që ka ditur, me atë që ka pasur dhe me atë që e ka menduar të nevojshëm për të mbijetuar. Por ti nuk je më në mbijetesë, ti krijon. Dhe në këtë gjendje të krijimit të vetëdijshëm nuk ka më vend për strukturat e ngurta të së kaluarës. Tani ka hapësirë për butësi, për finesë, për atë që dridhet pa qenë e zhurmshme. Shpirti yt nuk ka më nevojë të impresionoj, të mbrohet apo të provojë dritën e vet. Ai thjesht e jeton atë. Dhe nga kjo hapësirë, çdo marrëdhënie që mbetet apo që hyn e re në jetën tënde, bëhet pasqyrë e këtij gjendjeje të re të qenjes. Një gjendje ku dashuria nuk ndjehet më si barë, por si mbështetje. Një mbështetje që nuk ndërhyn. Ku ndarja ndodh jo nga mungesa, por nga plotësia. Ku zgjedhja e njerëzve apo gjërave nuk vjen nga ngjitja, por nga respekti për atë që përputhet me qenien tënde të tanishme. Këndvështrimi yt ndaj jetës ndryshon në një mënyrë që nuk mund të kthehet pas. Nuk i percepton më gjërat si më parë. Ajo që dikur të dukej pa drejtësi, tani të shfaqet si pjesë e një plani më të madh. Ajo që dikur e quaj gabim, tani e kupton si moment vendimtar të rritjes dhe transformimit. Nuk flet më me veten si viktim. Vetdia jote është zgjeruar aq shumë sa që edhe në momentet më të dhimbshme mund të shohësh një kuptim më të lartë për te vuajtjes. Të tejkalosh vetveten e vjetër nuk do të thotë vetëm të shërosh plagët. Do të thotë të shikosh nga një perspektivë më e lartë, jo për të ndier veten më mirë, por sepse shpirti yt nuk mund të shohë më përmes lenteve të vjetra. Je ngritur për brenda dhe ky ngritje të lejon të shohësh atë që dikur dukej si kaos, si rend i fshehur, si mësim i heshtur, si mesazhe të koduara që presin të kuptohen. Madje edhe marrëdhënia jote me kohën fillon të ndryshojë. Nuk jeton më në një gjendje pritjeje të përhershme. Nuk ndjek më atë që të ikën dhe nuk këmbëngull më që gjithçka të ndodh menjëherë. Fillon të jetosh në përputhje me ritmin natyror të shpirtit tënd, një ritëm që nuk përshpejtohet nga presioni i jashtëm, por udhëhiqet nga pjekuria e brendshme. Në këtë ritëm gjithçka rrjedh ndryshe. Prioritetet e tua riorganizohen. Ajo që dikur dukej aq e rëndësishme, e humb peshën e vet, dhe ajo që ke anashkaluar dikur, tani të duket e shenjtë. Fillon të çmosh heshtjen. E nderon ndalesën. I beson procesit, edhe kur nuk e kupton çdo hap. Nuk ke më nevojë për garanci për të ecur përpara, mjafton të ndihesh në përputhje. Dhe kjo mjafton. Sepse tani e di shpirti nuk ka nevojë t'i kuptoj të gjitha për të ecur përpara. Ai ka nevojë vetëm të jetë në përputhje me atë që ndjehet e vërtetë. Kjo përputhje me të vërtetën tënde bëhet busulla jote e brendshme. Nuk merr më vendime nga frika e gabimeve. Nuk jeton më në urgjencën për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Vendimet e tua nuk janë më reagime ndaj një të kaluare të dhimbshme, ato janë akte të qeta nderimi për të tashmen tënde. Dhe kjo ndryshim e thjeshtë, por e fuqishme, ndryshon gjithçka në mënyrën si e përjeton jetën. Nuk përpiqesh më t'i japësh domethënie çdo situate. Ke kuptuar se kuptimi i vërtet shpesh vjen vetëm pasi ke lëshuar. Me këtë pjekuri energjetike nuk përpiqesh më të kontrollosh gjithçka. Heq dorë nga nevoja për t'i kërkuar jetës përgjigje të menjëhershme. Fillon të jetosh me më shumë butësi. Dhe kjo butësi nuk është shenjë dobësie apo pasiviteti, ajo është forcë, e rafinuar dhe e qetë. Forca jote bëhet diçka e brendshme, e patundshme.
nuk ndihesh më i detyruar të shfaqesh procesin tënd apo të dëshmosh transformimin tënd. Heshtja jote më e sinqertë thot më shumë se sa mund të thonë fjalët ndonjëherë. Ky zgjedhje e vetëdijshme bëhet fara e transformimit. Ajo ndryshon mënyrën se si sillet ndaj çdo pjese të qenies tënde. Ajo që dikur ndjehej si barr, tani bëhet mundësi për të qenë plotësisht i pranishëm. Ajo që dikur të lodhte, tani tretet qetësisht dhe butësisht pa rezistencë, pa inat. Edhe nëse kjo transformim nuk është menjëherë e dukshme për të tjerët, ajo është e thellë, e qëndrueshme dhe e fuqishme. Sepse tani nuk ke më nevojë për rrethana të jashtme që të ndjesh paqe. Paqja jote e brendshme nuk varet më nga ajo nëse gjithçka shkon sipas dëshirës sate. Ajo buron nga sa besnik je ndaj vetes tënde të vërtetë. Dhe kjo besnikëri e brendshme nuk është e diskutueshme. Ajo bëhet spiranca jote, qendra jote, e vërteta jote e brendshme. Vetja jote e vjetër e mat vlerën përmes qëllimeve të arritura, përmes miratimit të tjerëve, përmes duartrokitjeve dhe njohjes së jashtme. Por ti nuk ndjek më pas këtyre iluzioneve. Ke kuptuar se përmbushja e vërtet nuk lind në zhurmë. Ajo shfaqet në heshtje, në ritmin e frymëmarrjes tënde, në mënyrën se si zgjedh fjalët, në dinjitetin e qetë me të cilin tërhiqesh nga gjithçka që nuk ushqen më shpirtin tënd pa dëmtuar, pa konflikt. Fillon të shohësh sfidat ndryshe. Ato nuk janë më ndëshkime, as pengesa për të thyer. Janë pragje porta përmes të cilave shpirti yt duhet të kalojë për të zgjuar pjesët e fjetura të tij. Nuk ikën më prej tyre. Përballesh me to me dijen e brendshme se nuk janë aty për të shkatëruar, por për të zbuluar. Dhe kjo ndryshim ndryshon energjinë tënde në thelb. Frekuenca jote nuk rrezaton më frikë apo dyshim, ajo rrezaton të vërtetën. Një e vërtetë që nuk ka nevojë për mbrojtje, që flet përmes syve të tu, përmes pranisë sate, përmes heshtjes tënde. Dhe në atë moment të qartësisë së brendshme, e kupton ndryshimi më domethënës nuk ka ndodhur jashtë, ai ka ndodhur brenda teje. Transformimi më i thellë nuk ka qenë kur të riorganizosh ambientin tënd. Ka qenë të shohësh jetën përmes lentes së shpirtit tënd të zgjuar, jo më përmes filtrit të një vetjeje që përpiqej të riparojë, të provojë apo të pëlqejë. Nga kjo pikë e zgjimit, e zakonshmja bëhet e shenjtë. Jo sepse bota ka ndryshuar, por sepse perceptimi yt nuk është më i mjegulluar nga mungesa apo frika. Shikimi yt zbutet, bëhet më i gjerë, mbushet me mirënjohje. Nuk ke më nevojë për shenja hyjnore për të besuar, as për siguri të plot për të vazhduar. Fillon të jetosh në një ritëm më të ngadaltë të brendshëm, jo sepse ritmi yt i jashtëm ka ndryshuar, por sepse nuk ndjek më atë që nuk ka qenë kurrë për ty. I lejon vetes të zgjedhë ndryshe edhe nëse askush nuk të kupton. I jep vetes leje të mos kesh të gjitha përgjigjet, të mos kontrollosh gjithçka, të lësh hapësirë për misterin që mund të shpaloset vetë. Sepse tani ke besim se jeta punon me ty, jo kundër teje. Dhe në këtë hapësirë të shenjtë gjithçka fillon të harmonizohet, jo sepse bën më shumë, por sepse reziston më pak. Frekuenca jote bëhet magnet për atë që është vërtet në rezonancë me qenien tënde. Nuk ke më nevojë të detyrosh, të mbash fort apo të shtysh përpara. Ajo që është e destinuar për ty, qëndron. Ajo që nuk është, largohet qetë dhe pa dramë. Edhe vështirësitë që shfaqen marrin një formë të re. Ato nuk zhduken, por nuk të tronditin më si dikur. Sepse nuk u përgjigjesh më nga versioni i plagosur i vetes së vjetër. U përgjigjesh me thellësi që nuk kërkon përgjigje të menjëhershme, por kërkon të kuptoj. Me një pjekuri që nuk ka nevojë të fitoj, por dëshiron të qëndrojë në përputhje. Nuk e takon më jetën me ngut, por me prani. Nuk përpiqesh më të bëhesh dikush, por fillon të jesh ai që vërtet je. Dhe në këtë qëndësim të mishëruar, gjithçka ndryshon, jo papritur, jo me zhurmë, por tërësisht. Edhe nëse askush tjetër nuk e vëren, gjithçka ndryshon. Sepse kur energjia jote përputhet me të vërtetën tënde, realiteti yt i përgjigjet me qartësi, jo me kaos. Me sinkronizim, jo me luftë. Me atë pëshpëritje të heshtur brenda teje që flet pa fjalë dhe të kujton lehtë atë që gjithmonë ke ditur.
nuk je më ai që ke qenë. Je ngritur, dhe kjo ngritje nuk lajmërohet. Ajo është e mishëruar e ndjeshme në heshtje, e dallueshme vetëm në thellësinë e pranisë sate. Nuk ka një moment të saktë kur gjithçka merr kuptim. Nuk ka një cakt të qartë ku mbërrin. Një ditë thjesht e vëren nuk reagon më si dikur. Ajo që dikur të lëndonte, tani mezi të prej. Nuk ecën më përmes jetës i shtyr nga urgjenca që dikur e përcaktonte brendin tënde. Je ndryshuar jo në sipërfaqe, por në rrënjë. Dhe ky lloj ndryshimi është aq i thellë, saqë nuk ka nevojë për emër për të qenë i vërtetë. E ndjen atë në qëndrimin tënd, në zgjedhjen për të vendosur paqen përpara përshtypjes. Ajo shfaqet në aftësinë tënde për të qëndruar në heshtje pa trazim, për të përqafuar pasigurinë pa humbur qendrën tënde, për të jetuar nga thelbësoria pa pasur nevojë ta maskosh. Energjia jote nuk shpërndahet më në mira drejtime. Ajo mblidhet, ajo rreshtohet, bëhet rrjedh, një rrjedh që nuk buron nga presioni apo pritshmëritë, por nga një burim brenda teje që nuk ka emër dhe nuk ka nevojë për shpjegim. Ky burim, kjo udhëheqje, buron nga një lidhje me diçka më të thellë se identiteti yt, etiketat e tua, historia jote. Nuk ekziston më për të mbajtur një imazh. Ekziston për të shprehur një qenësi, atë qenësi që gjithmonë ka qenë brenda teje, që ka pritur me durim ndërsa ti ke vrapuar, ke provuar dhe ke mbijetuar. Ajo ka pritur që ti të ndaloje së rrotulluari rreth të njëjtave shpërqendrime. Dhe ti ke ndaluar, ke lëshuar, ke zgjedhur ndryshe, ke ecur përpara. Dhe pa e kuptuar vetë plotësisht, ke kapërcyer veten jo si arritje, por si pasojë natyrale e faktit që zgjodhe ndershmërinë përpara zakonit, që mbete besnik ndaj vetes kur heshtja ishte më e rëndë se zhurma, që qëndrove pranë shpirtit tënd edhe pse kthimi pas dukej më i lehtë. Tani versioni yt i vjetër nuk ka më kontroll, dhe në vend të tij qëndron dikush i vërtetë, dikush më i qetë. Dikush që është më shumë ti vetë se kur më parë. Nga kjo pikë e vërtetësisë fillon një kapitull i ri. Jo një kapitull ku reagon, por një ku përgjigjesh me prani. Nuk ndjek më miratimin, sepse je kujtuar për vlerën tënde vetëm përmes qenies sate. Nuk kërkon më përkatësi, sepse shpirti yt është kujtuar se shtëpia e tij e përhershme ka qenë gjithmonë brenda teje. Jeta nuk është më një garë. Ajo bëhet një shpalosje e shenjtë jo sepse gjithçka është e përsosur, por sepse ke pushuar së luftuari me të papërsosurat. Çdo moment nuk e pret më me dorëzim, por me një paqe që vjen nga pajtimi me të tashmen. Ditët e tua nuk janë më një rreth vicios përsëritjesh. Ato bëhen shprehje e gjallë e frekuencës tënde të re. Çdo fjalë që thua, çdo vështrim që jep, çdo hap që bën, mban gjurmën e një njeriu që ka zgjedhur të jetojë nga qendra e vet. Dhe kjo gjurmë, sado e padukshme të jetë, lë një ndikim të pamohueshëm, sepse një shpirt që e ka të i kaluar vetveten e mëparshme, nuk ka nevojë të lëvizë male për të ndryshuar botën. Prania e tij e thjesht shëron. Ajo është një ilaç i heshtur. Një kujtesë se është e mundur të jetosh në përputhje dhe se pikërisht kjo është fuqi. Ajo u tregon të tjerëve se shërimi nuk është mit, se lëshimi nuk është harres, se të bëhesh nuk do të thotë të mohosh atë që ke qenë. Do të thotë të nderosh rrugën, të kuptosh se çdo hap të ka përgatitur për këtë moment, këtë tani. Dhe tani që je këtu, frekuenca jote flet për ty dhe bota përgjigjet. Nëse ndjen se ky mesazh ka prekur diçka të thellë brenda teje, kjo nuk është rastësi. Shpirti yt e ka ditur tashmë. Ai ka pritur vetëm që ti të kujtohesh, që të kujtohesh për veten tënde, sepse tejkalimi i vetes së vjetër nuk është një fund, është një fillim ku më në fund kthehesh tek vetja, tërësisht, pa frikë, pa maska, pa barë. Carl Gustav Jung tha njëherë se ndriçimi nuk lind duke imagjinuar figura drite, por duke bërë të ndërgjegjshme errësirën. Dhe në këto pak fjalë gjendet një e vërtet nga të cilat shumica e njerëzve ikin gjatë gjithë jetës së tyre, sepse të përballesh me errësirën tënde, të pranosh hijen tënde, është një nga përvojat më të frikshme dhe njëkohësisht më çliruese që mund të përjetojë një njeri.
Kjo nuk është një metaforë poetike. Është një proces i vërtet, ndonjëherë i dhimbshëm, ku ti heq stresat e asaj që ke menduar se je vetëm për t'u takuar me pjesët e tua që i ke injoruar, shtypur apo mohuar për kaq gjallë. Dhe megjithatë nëse je duke e dëgjuar apo lexuar këtë tani, është sepse diçka brenda teje tashmë është zhvendosur. Ke kaluar pragun e padukshëm ku nuk ke më frikë nga cepat e errët të vetes sate. Ke zgjedhur të mos ikësh më. Ke guxuar të shikosh brenda të përballesh me plagët, kujtimet, modelet dhe emocionet që dikur të kishin pushtet mbi ty. Ky nuk është një hap i vogël, është fillimi i transformimit të vërtetë. Hija nuk është diçka që duhet shkatëruar apo zhdukur. Ajo nuk është armik. Ajo është një pjesë e jotja që shpesh pret në heshtje pranimin tënd, dashurinë tënde. Të bësh të ndërgjegjshme errësirën do të thotë ta shohësh, ta emërtosh dhe në fund ta integrosh. Dhe kur e bën këtë, ndodh diçka e mrekullueshme. Pikërisht ato pjesë të tua që dikur ndiheshin të thyera, bëhen burimi i urtësisë sate më të thellë. Dhimbja bëhet mësues, frika bëhet busull, kaosi një derë drejt qartësisë. Ti ke ndjekur këtë rrugë, i ke zgjatur dorën hijes sate dhe i ke thënë të shoh. E di që je këtu, dhe jam gati të dëgjoj. Kjo kërkon guxim, kjo kërkon forcë, dhe është një rrugë nga e cila shumica tërhiqen gjithë jetën, por jo ti. Ti e ke kthyer hijen tënde në një urë, jo në një barë, dhe tani lëviz nëpër botë nga një vend që ndjehet më i qëndrueshëm, më i vërtetë, më i gjallë. Dhe nëse ky hapësirë ka qenë një shoqërues i heshtur në rrugën tënde, nëse fjalët që ke gjetur këtu kanë zgjuar diçka të lashtë dhe të njohur në shpirtin tënd, atëherë dije këtë nuk je vetëm në këtë rrugëtim. Je pjesë e diçkaje më të madhe, diçka që te i kalon gjuhën dhe kohën. Është një zgjim kolektiv, një kujtim i përbashkët. Ka të tjerë si ti njerëz që po dalin nga iluzioni dhe po hyjnë në autenticitet, që zgjedhin praninë në vend të perfeksionizmit, tërsinë në vend të shmangjes. Kështu që nëse zemra jote ndjen se do të vazhdoj, se është gati të lëshoj të rremën dhe të përqafoj të vërtetën, atëherë ec me ne. Vazhdo, sepse çdo hap që bën brenda vetes, jehon jashtë. Çdo herë që zgjedh të vërtetën mbi rehatin, errësirën mbi shtypjen lind dritë, jo e ëndërruar, jo e imponuar, por e zbuluar natyrshëm. Ti nuk je më ai që ke qenë, dhe ti nuk je vetëm. Dhe nëse këto fjalë kanë prekur diçka në ty, nëse ndjen se kjo rrugë përputhet me atë të vërtetë të heshtur brenda teje, atëherë të ftoj të qëndrosh afër. Ky hapësirë është krijuar për shpirtëra si yti, për ata që janë gati të ndjekin një rrugë ndryshe, një rrugë të mbushur me thellësi, prani dhe qartësi të brendshme. Nëse ende nuk e ke bërë, merr një çast dhe abonohu, jo vetëm në këtë kanal, por në një ndërgjegje, një lëvizje. Sepse çdo video, çdo reflektim, çdo moment që ndajmë këtu, është për të mbështetur në udhëtimin tënd dhe për të kujtuar gjithmonë se kush je për te i shurmës.